Përshëndetje Fidan, mirë se erdhe. Përshëndetje Fiona, mirë se u qetë. Kam kënaqësinë me të pas sot si të ftuarin e parë në PR Zone për me folë për rëndësinë e burimeve njerëzore, që është edhe fusha jote ku më shumë ti ke tregu ekspertizë. Rëndësia e burimeve njerëzore në ndërtimin e ekipeve të suksesshme. Kështu e kemi lënë temën për sot, sepse Shield Recruitment and HR është një kompani rekrutimi me përvojë që ofron shërbime të specializuara në gjetjen e talenteve për këtë industri të ndryshme në nivel edhe ndërkombëtar, mujna me thonë, edhe duke ndihmuar qindra individ që të gjejnë punë sipas aftësive që i kanë dhe interesave që i kanë. Kështu që fillimisht po du më ndalte pjesa e pjesëmarrjes tuaj në Power to HR. Çfarë vlere ka për juve sot me qenë pjesë e këtij samiti që po merr për masa çdo vete më të mëdha? Edhe njerë faleminderit shumë për intervistën. Të jesh pjesë e një Power to HR është një avantazh shumë i madh për neve si kompani. Arsyeja është për arsye se kemi shumë kompani ndërkombëtare dhe shumë kompani lokale të cilat vinë në Kosovë, takomi, marrim eksperiencat më të mira për cilat ne mund të shfrytëzojmë gjitha ato eksperienca si për në nivelin lokal edhe në nivelin ndërkombëtar. Kështu që është një avantazh shumë i madh, takojmë gjithë ta njerëz këtu në Kosovë, kështu që për neve është një qëllim që të praktikojmë sa më shumë këto praktika. Më tregove paraprakisht që ka disa vite, mbi dekada, që je pjesë e burimeve njerëzore, je specializuar në këtë fushë. Tregom sa ka ndryshuar fusha e burimeve njerëzore të paktën në dekadën e fundit, edhe cilat i kishe emëruar ato ndryshime? Është bën një ndryshim shumë i madh. Do të llogaritë debatën që ka qenë më herët, ka qenë më shumë në aspektin administrativ, ndërsa 10 vitet e fundit ka filluar të ndryshojë me revolucionin e teknologjisë informative, do të thonë që ka bë revolucion. Burimet njerëzore nuk janë vetëm pjesën administrative, ndikojnë në zhvillimin e talentëve, në rritjen e performancës, menaxhimin e stafit, do të thonë gjithçka ka ndryshuar me digitalizimin e vjetit që është bërë burime njerëzore. Si mendon ti që sa është e rëndësishme sot që kompanitë me pas një strukturë të mirëfillt të HR-it për me funksionu me sukses? E përmende që më nuk është vetëm një proces administrativ, është një fushë më vete, një departament më vete. Sa mendon që është e rëndësishme që secila kompani, sa do e madhe vogël që të jetë, me pas një strukturë të kompletuar të mirëfillt të HR-it? Unë mendoj që është thelbësore që çdo kompani ta ketë edhe pjesën e burimeve njerëzore të zhvilluar, për arsye se po mos jetë burimet njerëzore, atë nuk do të kemi domethënë edhe zhvillim talentëve, trajnime, nxitje domethënë të talentëve për art të kompania, për me bëma fleksibil, patjetër që duhet edhe është partner strategjik i çdo biznesi të ketë burimet njerëzore të konsoliduar dhe të formuar si departament. Cilat sfida mendon që janë më të mëdha sot, që përballen jo vetëm kompanitë, por edhe kandidatët në anën tjetër kanë sfida të mëdha në këtë treg? Në këto vitet e fundit si sfidë kryesore është mungesa e talentëve në fusha të caktuara. Për kompanisë. Pse mendon që po ndodh kjo? Po ndodh kjo që është edhe me rastin e migrimit punonjësve nga Kosova, edhe nuk janë të fokusuar në fushat e caktuara të cilat sot kanë nevojë biznesi. Gjithashtu është edhe pjesa e strategjisë, domethënë të kompanive, është pjesa e zhvillimit talentëve, e trajnimeve, të cilat sot domethënë është sfidë për me marrë një staf të mirë, një staf të kualifikuar, domethënë se nuk po përputhen kërkesat në disa raste si të punonjësve me punëdhënës, domethënë cilat ato sot punëdhënësi kërkojnë që me qenë përpas domethënë aftësive personale, me qenë edhe aftësitë e buta, domethënë pas profesionale dhe aftësitë e buta që mund të shkatë me një ambient të punës. Gjenerata Z pak po kritikohet në këtë aspekt për aftësitë e buta që nuk po kanë edhe shumë durim. Nuk kanë durim shumë, kanë nevojë për fleksibilitet, për paga konkurruese, domethënë që mos jenë që është kjo sfida e kandidatëve sot? Po, sot është sfida e kandidatëve të cilët thotë që nuk edhe gjatë procesit rekrutimit që ne kemi, nuk ka sfidë që ata nuk mund të përballojnë nashta një tetor një zyre, domethënë punojnë siç kemi punuar më herët dhe që punon. Pak në mënyrë robotike. Po. Ata nuk po mujnë me përballum duket këtë. Është më mirë apo më keq sipas teje? Unë mendoj që tash me kohë fleksibiliteti është shumë më mirë, domethënë puni punëtor arrin me kry detyra dhe përgjegjësitë që ati ka, atë pse mos të fleksibile. Pavarësisht dritares 8 orë apo 5 orë. 5 orë. Pavarësisht asaj ata mund të
t'jen fleksibil edhe se kërkojnë një ambient përshtatshëm punës, një fleksibilitet të orarit punës edhe që unë mendoj që tash është shumë më mirë. Çka kërkojnë sot më shumë punëdhënësit, sipas asaj çka po sheh me Shield Recruit? Punëdhënësit sot kërkojnë domethënë që një staf ketë edhe aftësi teknike, gjithashtu edhe aftësi të buta. Domethënë të jetë i përshtatshëm për ambientin, me ekipin cilën do të punoj, domethënë nuk është ka qenë përpara që duhet të jetë edhe vetëm aftësi teknike, po tash është bërë edhe komunikimi, aftësi të buta që mund të komunikojnë edhe punojnë ndeshëm me ekipin cilën veç. Pra kjo sot po kërkohet më shumë në krahasim me përvojën e punës, disa vjeçare që derivojnë, ka qenë një prej kritereve kryesore që edhe i kanë dalë njerëzit me apliku në shumë vende të punës për shkak të frikës. Jo, tash që nuk e kanë përvojën edhe nuk po markes. Që ka aftësi teknike, aftësi të buta dhe puna cilën ose detyra dhe përgjegjësi cilat do t'ju japen me kohën avancojnë edhe ecin përpara. Mësohet pjesa profesionale me kalimin e kohës. Po punë kërkuesit çka po kërkojnë në anën tjetër? Sidomos kërkojnë në pjesën e fleksibilitetit. Përveç ato që përmendëm, po. Fleksibilitetit, rrogave, një ambient i mirë i punës, një zhvillim profesional, trajnive dhe në këto i kërkojnë. Domethënë po kërkojnë avancim në brenda vendit të punës. A shumë e vështirë sot me u gjetë një përputhje e duhur mes një kandidati dhe një punëdhënësi? Tregu është bërë dinamik. Domethënë ka pozicione të ndryshme që ka edhe më herët, që kërkojnë domethënë me pas gjithmonë aftësi teknike, aftësi profesionale, ambient punës, edhe këto po janë pak të vështira, se para për shembull që bëhet një pozitë specifike, të cilën e kërkojnë domethënë punëdhënësit, edhe po një prapë me kalimin e kohës atë mëson po të jetë i adaptueshëm, të jetë fleksibil për detyrat që i ka. Për fund Fidan tregon një këshill që ja kishe dhënë të rinjve që po na shohin, po na dëgjojnë e që janë në kërkim të një pune. Unë mendoj që tritët e sotit do të fokusohen në aftësimin profesional, domethënë edhe personal të tyre, në zhvillimin e tyre në trajnime, ta gjeni vend punës, po sta bojnë vendin e punës veç sot për nesër, të adaptohen edhe të zhvillohen, kështu që kanë mundësi, është një ardhme për ta që mundën me zhvillu dhe me ecë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.